është mësimi më i mirë, puna më e madhe që bëhet në Nxënëse kur ata e vizitojnë në Isabelin. Ndoshta edhe më shumë se sa kur i legjerojnë brenda klasës, kur e prekin e shohin vetë, e ndjejnë vetë, çka do të thotë rënë këtë botë, këtë tajë që ka udhëti në botë, ndërsa çka është më e pakta që na mujnë me bësh, s'po ku vizite vendi ku ai ka qenë, ku është u shkollu, ku në tonë të shkollu patriotik, a e të që nga ku shkollu s'ka pas, mirë po, shkollimi dhe edukata familjare ka rëndësi shumë të madhe. Po knatësia më e madhe është kur e shohim pasardhësit e tij që kanë të rashëllu. Që shkon emocione, sa që mund keni lëmë shumë herë, në dashit e këtresht, ashtu që shmërdojnë në shkëllë. Edhe këtë anë, shumë njerë, shumë patriote ka vizitu se t'jemi ne. Përndaj, one e këtë punë, është një punë e bukur që ka të mund marri. Në ndryshe shifët, që sot një milion, shpëtimi më shumë faleminderit, jo vetëm juve, po krejt shëndzanësve të Kosovës për atë edukimin më shkollë që këj japin fëmijëve, e historia është ajo që na ka mbajtur gjallë për gjallë. Une këtë pyetje e këtij muji u kom që shpërdi vetëm, që me tullë kemi arrit të jemi kështu. Por besoj edhe më të tjerë, në këtë kur të argohen për këtu, ata që i pas nesh me gjetë vendin tamam ashtu qysh do të me gjetë. Dilema i na mundu gjithmonë historike me i largu, po besoj ajo po kalon falë edhe njerëzve tonë që janë për aktiva të ndryshme të botës, edhe komplet disa politinë dhe konfrontitu, ashtu çfarë ka qenë. Mendoj që nxënësave nuk mundesh me ja përcjellë dhe me ligjërate dhe note historisë, nuk mundesh me ja përcjellë këto emocione, sikurse kur jemi vetë. Fatmirësisht në shkollën tonë kemi mësimdhënës që janë të ndalë ekipe të ndryshme, edhe pse janë shkolla profesionale. Për apo e cegu, kemi edhe ekipin organizativ që çdo herë paraqitet në profesa me ide të ndryshme, të cilat përkrahin me si menaxhment. Kemi ide marrë edhe nga nxënësve pse jo, mirë po nxënësit janë ato që i shprehin ide. Vitin e kaluar kemi qenë në Prekaz me këtë numër të madh nxënësve. Një kujtim më i bukur për ta edhe emocioni për cilë çdo qytetist këtë vit dhe vitin e kaluar ishin edhe politik, mirë po këtë vit prapë me gjysmë nxënësve, i kemi qenë nxënësve. I kemi një numër ndërrimin e dytë, se sikur ishin qenë gjithë nxënësit e çdo ashtu. Do të thotë edhe 8 autobusa atje me arë. Po kur e shoh tek nxënësi atë emocion, ajo është ndjenja më e mirë që më dhe bënë që kemi përcjellë ata. E kemi lënë një traditë që ata kur për jetësin ato. Po çka na bën për pos kujtimit për sabotimin për Europar, ajo çka na shtyn me arë, është dhe një këpritja e legalizmit buletinit, e nipit disa buletinit që vërtet çdo herë e ka një pritje, e kemi edhe prit, e kemi edhe vajzën në shkollën tonë, jemi krenar që jemi pjesë e këshillit të prindërve të legalizmit. Është mësina se shkollë kena më përpjekje, kjo është përkërëzim e një punët përbashkët. Gjitha aty që kemi qenë dhe akterët kamërësisht, ka drejtoria, zanansja, pedagoga, profesori doktor, kjo është një punë e mirë dhe shumë të praksë. Është një mrekulli që do shta për herë parë në historinë më të rritë Kosovës, jemi të organizuar në këtë mënyrë, pra vina në përverne të shajta, si që është kjo kulla ishta buletinit Hrojto kombëtar, praktikisht ndoshta një kod qartë, ndoshta jo në hërrejës, po kemi në shkalluar do pozicione që nuk është ndoshta në shkalluar, por
kja është e mirë për faktin që sot që jemi kështu bashkarisht është një madhështi, sepse paktën për ata njerëz që e kanë kaq shumë për këtë kom, për këtë popull, faktikisht që ne sot pikëzojna këto liri, e vazhdojnë këto liri që ne pikëzojna vina deri te formimi dhe komuniteti jo kombëtar që ka qenë edhe motoja tyre, ka qenë edhe kontributi tyre, ka qenë sakrifica tyre edhe me jetë, vetëm që shqiptaria dhe kombë shqiptar do të shohet mbi këtë faqe të tokës, por të jetësohet të ideal të cilën sot ne kemi para vetes, ku kemi edhe në rastin më të freskët familja Jashari dhe shumë të rejtë kombit që faktikisht edhe ata në flamurin e Skënderbeu të disa boletinit edhe në flamurin dhe idealin edhe të shkronja dhe shqipit manastirit, faktikisht edhe në ato që do të dhe sot jemi një popull, do të jemi krenar, se kemi 2 shtete, por shtetet të cilat do të qojnë ka përparimi. Prandaj nuk u kone kalajshme 28 nëntori me gjetë Isa Boletinin herojnë e kombit me kalorsa në Vlorë. Prandaj ja pasim do të pas lakmi edhe do të me konë shumë krenar. Në çdo herë, inshallah për jetësi dhe inshallah Zoti gjallë nga ndihmon në kaq. Besoj se gjithmonë përpjekemi edhe para fillimit nëntorit të përgatitemi të nxënësa të vizitor shumë që mësojnë Tiranën, edhe besoj që po dalim edhe të kënaqur me ato informacione që ne jemi japur. Ne do të bazu gjithmonë do të ndihmu edhe me shtatë ndërkombëtar që mana fond të këtij mendje në çështja e ndërkombëtare. Edhe besoj që këtë hap këtë drejtim do të më bëjë. Çka me thënë, unë jam në kënaqur, të kënaqur për vizitën e sotme, me të vërtetë ka qenë edhe komunikacioni me çfarë vizitave të mund të kemi. Faleminderes edhe drejtoreshës Shprit edhe juve përpara se nuk reagojnë. Ne kemi një dhurat për shkollën e juve, që është punë dore, këtë muaj i kemi pas edhe qërish punuesin, edhe peqarin, që kalon disa dhurata për ne, për mysafir special që vizitojnë vendin tonë. Shumë faleminderit edhe një herë për ardhin e juve, edhe nderimin, edhe figurës si Isa Boletinit, edhe festës e flamurit, edhe gjithmonë do të jem në dispozicion të juve në kudo që është nevojë. Vetojmë para Zotit e popullit! Se të ndërhyftojmë përshërimin e tokave shqiptare! Dhe bashkimin e tyre! Do të jemë për herë ushtarë besnik! Uzimtari i disiplinuar! I kashëm në çdo kopa kur syra sitin time! Të luftojmë për të mbrojtur interesat e dhëut! Dhe nëse shkel këtë betim, si të shkojmë me ligjet më dashura të luftës! Dhe nëse të razdoj, qofti u për gjoku im! Betoj!